Me kërkesë të prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier, u shpallën fajtor dhe u dënuan me 25 vite burgim. Shtetasit LH dhe MM për veprat penale, vrasja në rrethana cilësuese, në mënyrë të rrezikshme për jetën e shumë personave e kryer në bashkëpunim, mbetur në tentativë dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit. Në përfundim të hetimit dhe gjykimit mbi procedimin penal numër 150 të vitit 2023, me të pandehur shtetasit LH dhe MM, prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier arriti të provojë se i pandehuri LH, me qëllim për të hakmarrë ndaj vrasjes së vëllait të tij RH, ka bashkëpunuar me të pandehurin MM, të cilit i ka porositur eliminimin fizik të shtetasit MH. Në datë 30/3/2023, rreth orës 16 në vendin e quajtur Pisha, fshati Garunj Lushnjë, i pandehuri MM pasi është informuar mbi targën e automjetit me të cilin udhëtonte shtetasi RH, ka siguruar armën e zjarrit dhe ka përgatitur vendin nga do shtinte. Ka qelluar 11 herë në drejtim të këtij mjeti. Si pasojë e sulmit ka mbetur e plagosur shtetasja BS, pasagjere në vendin e parë të mjetit. Shtetasi MH, shënjestra e sulmit, ka kuptuar sulmin dhe ka shtuar shpejtësinë, duke bërë të mundur largimin e mjetit. Në vijim, prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier shpreh angazhimin e plotë dhe vënien para përgjegjësisë ligjore të personave që kryejnë vepra penale kundër jetës dhe shëndetit.